një gamë mjaft të gjerë produktesh dhe çmime mjaft konkurruese në treg. Kështu paraqit sot përpara klientelës dursake brendi polak Sinsay, që hapi dyqanin e parë në Shqipëri në qendrën tregtare Blue Star, një dyqan dedikuar jo vetëm modës, me veshje të larmishme për fëmijë, femra dhe meshkuj, por me larmishmëri produkte arsyetësore për të gjithë shtëpinë. E pranishme në 21 vende me 900 dyqane dhe me zhvillim të vazhdueshëm në treg. Kompania LPP, që menaxhon markën Sinsay, është krenare që tashmë është pjesë e tregut shqiptar. Sot po festojmë një arritje të rëndësishme të kompanisë sonë. Hapjen e të parit dyqan Sinsay në Shqipëri, i cili po hapet pikërisht në qytetin e bukur të Durrësit. LPP është një kompani polake veshjesh e themeluar në vitin 1991 që menaxhon 5 marka të njohura: Reserved, Mojito, House, Croc dhe Sinsay. Në LPP jemi të angazhuar të sillim risi, stil dhe përvojë unike në të bërit shopping për klientët tanë. Sinsay përfaqëson të ardhmen e shitjeve me paketë. Megjithse ishin vetëm minutat e para të hapjes së dyqanit, të shumt ishin klientët e parë që nxituan të provojnë produktet dhe t'i blejnë ato. Përveç cilësisë së garantuar, një tjetër as i fortë i markës Sinsay është çmimi mjaft i leverdishëm. Sinsay do të jetë konkurrues me çmimet në tregun shqiptar, gjithashtu ne ofrojmë një gamë të gjerë produktesh për fëmijë, aksesor për shtëpi, femra dhe meshkuj. Jemi brendi i parë nga kompania LPP që po hapemi në Shqipëri. Kjo do t'i hapi rrugën të gjithë markave të tjera që ka firma për t'i hapur në Shqipëri. E pozicionuar në qendër të Durrësit, Blue Star është qendra tregtare lider në treg, me gamën e gjerë të dyqaneve dhe markave mjaft të njohura që gjeni aty. Mundësitë e zgjedhjes janë të shumta, prandaj ju nxitoni të bëni blerjet tuaja.